2 prilli, dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin në qendrën ditore Sirena. Kjo ditë e shënuar u përjetua ndryshe dhe me emocion të veçantë, ndryshe nga vitet e kaluara kur fëmijët përgatisnin programe për prindërit. Këtë herë në qendër të vëmendjes ishin nënat e fëmijëve me autizëm. Ato ndanë mes tyre dhe me të gjithë të pranishmit përvojat e tyre jetësore, sfidat dhe forcën që i karakterizon çdo ditë, ishin momente të papërshkrueshme, plot ndjenjë dhe frymëzim. Për këtë, u jemi thellësisht mirënjohës të gjitha nënave që treguan guxim dhe u bënzoj fuqishëm për fëmijët e tyre. Në kuadër të kësaj dite, patëm kënaqësi të bisedojmë dhe me drejtoreshën e qendrës Salie Mexhikukiçi, e cila theksoi rëndësinë e ndërgjegjësimit dhe përkrahjes së vazhdueshme për personat me autizëm dhe familjet e tyre. Pas këtyre momenteve emocionuese, së bashku prindër, fëmijë, staf dhe mbështetës të shumt, përfaqësues nga komuna e Ulqinit dhe qendër për punë sociale, zhvilluan një marshim nëpër rrugët e qytetit. Ky marshim u udhëhoqin nga motoja ndoshta kur nuk do të ngas makinën, por që të eci në rrugët e qytetit askush s'ma ndalon. Së bashku ne ngritëm zërin për pranimin, dashurinë dhe barazinë për të gjithë. Data 2 prill shënohet edhe dita botërore e autizmit. Në qendrën ditore Sirena, patjetër kjo datë është një datë e rëndësishme, jo vetëm sot, por gjatë gjithë vitit ju merreni dhe punoni me këto persona me aftësi të kufizuara. Më tregoni si e keni shënuar ju sot këtë datë? Përshëndetje, si që thot edhe vetë, sot shënon data 2 prill që shënon ditën botërore për ndërgjegjësimin e autizmit. Dhe ne si institucion, këtë datë e shënuam në një formë ndryshe të them nga herët të tjera, ku prezent i kishim nënat të cilat me rrëfimet e tyre të jetës, me një fëmijë me spektrin e autizmit dhe sakrificat që ato kanë bërë prej ditës së parë e deri me ditën e sotme. Ishte një emocion i papar, ta them shumë herë tham, kur janë pyetje fëmijët e qendrës sonë, janë emocione flasin vetë dhe sot nuk munguan emocionet. Ku secila nga nënët, të them, shumica e tyre e treguan historinë apo sakrificat që ato kaluan dikush para 20 viteve, dikush para 15 viteve apo dikush edhe në vitet e tanishme. Dhe kjo është në këtë formë e shënuam sot në qendrën ditore Sirena ditën botërore të autizmit. Prindërit patjetër janë ato pika ndoshta më dobët e kësaj date, ndoshta të them edhe përditshmërisë që kalojnë me fëmijët e tyre dhe personat që i kanë të afërt me këtë sindrom. Por më tregoni si ishte rrëfimi i tyre, ju si drejtoreshe kësaj qendre, cilat kanë qenë ato fjalë, ndoshta që i keni frymëzuar në një farë forme. Është shumë e vërtetë. Prindri në radhë parë është ai çelësi kryesor i zhvillimit të fëmijës me autizëm. Në përgjithësi gjithë zhvillimet të fëmijëve si tipik si ato atipik, mirë, por në këtë rast jemi duke folur për autizmin dhe pikërisht duhet të them që prindri është ai çelësi kryesor i gjithë rrugtimit të një fëmije me autizëm. Të them këtu për atë, ose mund ta them me gojë hapur, siç e dini edhe vetë, derisa jam edhe unë vetë prindi një djalë me autizëm, e kisha nderin që të krenohem sot me rrëfimin tim të jetës me Jonin. Dhe këto mund të them shkëmbyem shumë çka, mbi të gjitha që ne si nëna mblidhem shumë shpesh dhe e komentojmë si gjendje, apo çfarë neve me të vërtetë na shqetëson më së shumti. Nuk është vetëm nëna ajo e cila vuan momente apo kalon sakrificë, apo në shumicën e rasteve është nëna me të vërtetë, është gjithë familja, po ashtu edhe gjithë rrethja apo shoqëria. Dhe këtu them për një autizëm të lehtësuar në familje dhe në shoqëri duhet një sensibilizim i pastër dhe një mbështetje e mbar shoqërisë dhe jo vetëm e familjes. Normal familja e ceka apo e thashi është e para, ama duhet e gjithë shoqërisë. Ndër sfidat mund të cekë ishin ato vitet e mëparshme, mos e ndaloj tek vetja që ishin para 22 viteve, në krahasim me vitet e sotit. Do të cekë këto apo të ndalem këto sepse nuk kishim asnjë një lloj informacioni mbi autizëm, saqë nuk e dinim se çfarë është autizmi apo me çfarë kemi ne të bëjmë. Ndoshta na i zhdukur si një e largët
larg nesh, edhe pse ajo ishte prezente apo afër në mesin tonë. Atëherë, një sakrificë e them atë që e cek apo e shfaq se cili prind, se cila nën është para gjykimi. Më vjen keq të them që kjo qëndron edhe ditët e sotit. Është një diçka që s'duhet ndodhë për asnjë moment. Aq më tepër nëse ka të bëj direkt me nënën apo me një familjarin e një fëmijë me autizëm. Janë fëmijë si gjithë të tjerët, kanë të drejtën ta jetojnë jetën si gjithë të tjerët. Në fakt janë fëmijë mrekulli që e dinë veç ato që jetojnë çdo ditë të jetës me një fëmijë të tillë. Po, pikërisht ishte edhe ky synimi apo qëllimi jonë që ne sot e organizuam këtë lloj tubimit, sepse nga njëra tjetra mësojmë shumë. Pavarësisht edhe pse duhet ana profesionale, është një diçka tjetër, është një përkrahje tjetër nëse ne njëra tjetrës i japim dorën apo dhe një informacion qoftaj në të cilën ndoshta një nën e ka kaluar para një tjetrës. Dhe për këtë është shumë e rëndësishme bashkëpunimi nërmes vetit, sikur prind me prind, mos them kuptohet ajo me specialistë të ndryshëm të fushës së zhvillimit. Si ndjehen fëmijët kur e ndjejnë këtë llojin e bamirësisë, ndoshta mund të them kështu, apo edhe këtyre aktiviteteve dhe shënimin e këtyre datave që ju mundoheni ta bëni për ta, si e shprehin ato? Në fakt ato e ndjejnë më pasër se ne, ato e ndjejnë para nesh. Ta them për çdo ndolli apo risi, janë fëmijë të cilët e ndjejnë para se ne të tjerët e ndjejnë. Dhe këto them që qofshin ato verbal apo jo verbal, në fakt ato funksionojnë me një ndjesi të tepërt apo me një ndjesi të pastër, të cila ajo ndjesi e tyre e sinqert nuk i gënjen asnjëherë ato, as neve me reagimet e tyre. Kështu që fëmijët janë të veçantë, janë në fakt ëngjëj. Unë i quaj shumë herë ëngjëj, i quajnë edhe të tjerët, po me të vërtet fëmijët me autizëm, fëmijët në përgjithësi, por të veçantë sot në këtë ditë fëmijët me autizëm janë vërtet ëngjëj, por jemi ne ato që duhet të dimë se si të qasim kontaktet me ta apo si t'i ofrohemi atyre. Duhet të ndalem pak edhe tek një risi që ka qendra ditore. Sot po vehet edhe gur themeli për një qendër më të madhe, më të mirë, më të specializuar, me hapësira më adekuate për të gjithë këto fëmijë që kanë nevojë për diçka të tillë, por më tregoni ju si drejtoresh. Besoj që me nxi e keni pritur këtë ditë dhe edhe prindërit patjetër, por si po ndjeheni ju sot? Ta them është ndjesi e veçantë. Unë edhe në fakt ditën prej që kanë filluar punimet apo prej fillimit, jam ndjer, mos sa them emocionalisht mirë dhe akoma sot nuk mund ta besoj një ëndër e cila u bë realitet. Të nisem nga vetja ime, personalisht unë për veten time e kam pasi pikë dobët që edhe nuk qenë të ekzistojë një tip i tillë i qendrës ditore apo rehabilituese dhe fal shumë përpjekjeve të komunës së Ulqinit dhe punonjësve të cilët janë marrë me këtë lloj projektit. Sot është një ditë e veçantë për ne si prind, profesionist apo të punësuar të këtij lloji institucionit. Jo që institucioni aktual nuk ishte aktiv apo nuk ishte i mjaftueshëm, deri diku i plotësonte kushtet, por duke parë numrin apo nevojat që paraqesin personat që kërkojnë këtë lloj shërbimi, për atë e them me gojë plot që ka qenë shumë e nevojshme për prindrit, për personat në fakt të cilët kanë nevojë të marrin shërbimet që ofron kjo lloj qendrës, po ashtu për prindrit dhe gjithë të punësurit në veçanti për gjithë qytetin e Ulqinit. Dhe shpresoj që qendra në fjalë do jap gjitha shërbimet e mundshme bashkëkohore personave të cilët paraqesin nevoja të marrin shërbimin po në atë institucion. Ndaj ku jeni falënderuese për të gjithë këtë hap? Jemi shumë falënderuese komunës së Ulqinit në radhë të parë, siç e kam thënë edhe shumë herë të tjera, zotëri kryetarit Genci Manbegut, po ashtu edhe përfaqësuesve të shumë të cilët morën pjesë në projektin. Dëndër ato i kam cekur edhe disa herë të tjera dhe nuk mund t'i pa i përmendur edhe sot, janë zotëri Shkelzen Sulejmani dhe Learta Ipi, ku unë përzemërsisht i falenderoj në emrin tim personal, po ashtu edhe në emrin e fëmijëve të atyre të cilët ndoshta nuk janë në gjendje të lëshojnë zë, po jemi ne këtu që lëshojmë zërin edhe për ta të dëgjohet, edhe një falënderim veçantë besoj që shkon edhe nga ana e prindërve të cilët e kanë pritur me padurim këtë ditë.
Sa ndjeni përkrahjen nga qytetarët e Ulqenit, nga njerëzit e vullnetit të mirë për këtë qendër? Po atëherë si gjithmonë, njerëzit e vullnetit të mirë janë prezent në qendrën aktuale, kështu që shpresoj dhe në të ardhmen që do jenë aktiv dhe do na ndihmojnë në forma të ndryshme siç ato dinë dhe siç ato i kanë mundësitë e veta. Përsëri unë s'mund të lë pa përmendur apo pa falenderuar gjithë donatorët, qofshin ato institucione apo organizata private shtetërore, apo dhe persona individualisht të cilët i drejtohen institucionit tonë që të japin donacionin në forma të ndryshme, donacion e quaj dhe mbështetjen morale, qoftë ajo me prezencën e tyre apo me një interes të veçantë të cilët interesohen vazhdimisht për gjendjen e fëmijëve apo gjendjen e qendrës. Duke marrë parasysh që investimi në fjalë në qendrën e re kuptohet që është një investim i cili kërkon shpenzim të madh, shpresoj që doja dalim dhe doja arrim ditës shumë pritur, shumë shpejt. Falenderoj dhe diasporën, po ashtu e cila çdo herë është në mesin tonë, pse larg, por me mendje, siç është ajo fjala, janë gjithmonë afër institucionit tonë dhe tregojnë interes për të mirat apo për interesat cilat janë në të mirën e fëmijëve. Edhe këtu mund ta them një aktivitet i radhës, është ai i organizuar nga vetë shoqata e trojeve tona në Amerikë, të cilët e kanë organizuar një tip shëtije 2 ditore, dhe i gjithë organizimi apo ky lloj projekti ishte i organizuar nga vetë ato, duke marrë parasysh të mirat financiare apo dhe destinacionet të cilët ne jemi të detyruar që të arktojmë fëmijët e prindrit e qendrës. I falenderoj të gjithë.